Bismillahirrahmanirrahim. Vlera e 5 shtyllave të Islamit. Është Allahu xhaleshanuhu ai që e ka krijuar njeriu. Në këtë aspekt nuk dyshohet. Ajetet e cilat flasin për këtë janë të shumta. Çdo qelizje e njeriu argumenton për fuqinë të madhe të Zot. Argumenton për urtinë dhe mjeshtërinë e tij. Fuqia e Zotit shihet në fizionominë e njeriu, në funksionimin e gjymtyrëve, eshtrave të tij dhe rolin që ato luajnë në flokët me forma dhe ngjyra të ndryshme, në mishin, yndyrat, gjakun, funksionin e tyre e tjerë. Dihet se cilësitë gjenetike të cilat njeriu i trashëgon prej prindërve dhe parasve dallojnë prej njeriut në njeri. Vetëm në trupin e një njeriu ka biliona qeliza, e sa biliona qeliza kanë gjithë njerëzit prej Ademit e deri më sot. Krijesat shumohen, njerëzit linden, argumentet në çdo moment shtohen. Si shembull morëm qelizat të cilat janë të panumërta. I lartë madhruar qoftë Allahu i cili na krijoi. Lartëso emrin e Zotit tënd të lartë madhërisëm, i cili krijon dhe nivelizon çdo send. Surja Ala 2. Vërtetat për gjithfuqishmërinë e Allahut përshkruhen në Kur'anin famlar. Argumente për këtë nuk kanë të numëruar. Çdo njeri gjatë leximit të një fjale apo ajeti shijon kënaqësinë e mucizës mrekullisë pra kuranore. Qëllimi gjatë të lexuarit Kuranit na udhëzon dhe na bind se ai është shpallur si shërim dhe mëshirë dhe rahmet për të gjithë njerëzit. Dëshmia, shahadeti, deklarimi se është një Zot që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi është i dërguar i tij është pra dhe fakt dhe argument ku Allahu i Madhërisëm thot: Allahu ka dëshmuar se nuk ka Zot tjetër përveç tij edhe e me lajket edhe të diturit me veprim të drejtë. Nuk ka Zot tjetër përveç atij, të fortit dhe të urtit Allah. Surja Al Imran, ajeti 17 me radhë. Namazi është prej shtyllave të Islamit, siç thotë Zoti në Kur'an: Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi largon nga gjërat e irrituara dhe të shëmtuara dhe përmendja e Zotit, wala dhikrullahi akbar, përmendja e Zotit është gjëja më kulmore dhe më madhore pra tek besimtari. Inna salate kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Wa aqimu salat wa itau zakat. Zoti thot falni namazin dhe jepni pra zeqati. Muslimanët janë të obliguar me Kur'an që të ndajnë pjesë caktuar nga pasuria e tyre nëse plotësohen kushtet. Ky imperativ përsëritet në shumë ajete të Kur'anit. Falni namazin, jepni zeqatin, respektoni të dërguarin, merr nga zeqati pasuria e tyre që ti pastrosh me të dhe ti bësh të bekuar ata. Pra thot Allahu i Madhërisëm, 2.5% e pasurisë suaj të ndahet njerëzit nevojë për shkolla, për institucione kështu me radhë. Pra institucioni i zeqatit pastaj është agjerimi. Agjerimi është obligim për çdo besimtar moshrritur që është i aftë fizikisht dhe psikikisht. Agjerimi është i mirë për ju, thot Zoti i Madhërisëm Kur'an. Është ndalimi nga haja, nga pija, nga marrëdhëniet, nga lindja e diellit deri në perëndim të diellit, pra, dhe kjo bëhet esiamu liwa në zibihi, si thot Zoti në një hadith kutsi që na tregon pejgamberi alayhis salam: agjerimi është për ju, dhe unë është përbej për robin për atë agjerim sa unë që e bën. Haxhi, pelegrinazhi, Allahu i Madhërisëm thot: dhe shpallur njerëzve haxhin do të vinë në këmbë dhe me deve të raskapitur, do të vinë nga largësi të thella, që të kenë dobi që në ditë të caktuar ta përmendin emrin e Allahut për atë që i ka furnizuar me kafshë për kurban, tani prej tyre dhe ushqeni të varfërt dhe të mirët. Kur'an surja Haxh 28. Është edhe kapitulli Al-Haxh. Haxhi është prej shtyllave të Islamit, vizita e Mekës, Medinës, Safas, Mervas, qëndrimi në Arafat, veshja e ihramit, pastërtia, dhikri, lutjet, namazet, sadakat, prerjet e kurbanave. Haxhi është shtylla e Islamit. Për ata që kanë mundësi me vizitua atë vend, që kanë mundësi financiare, paktën një herë në jetë ta plotësojnë këtë kusht për kushteve të Islamit.